Të dashur miq, asalamu alaikum. Mirë se takohemi së bashku në këtë ditë të madhe festive të festës së Fitr Bajramit. Lutim Zotin që të gjithë që kanë agjëruar gjatë këtij muaji t'ja pranoj agjërimin e sidomos fëmijëve të cilët sot më kanë rrethuar, me të cilët do të festojmë së bashku edhe këtë atmosferë t'u adhurojmë juve në shtëpitë tuaja dhe në familjet tuaja. Sot të gjithë janë të lumtur, sot të gjithë janë të gëzuar, por më të lumtur janë fëmijët. Lumturinë e tyre ata sot do ta shfaqin nëpërmjet materialeve që ata kanë përgatitur që të performojnë sot para ekranit televiziv. Nuk do të humbim shumë kohë, fillimisht do t'ju urojmë Bajramin fëmijëve, urime Bajramin. A jeni gëzu sot për festën e Bajramit? Po. Kush u gëzu më shumë ti? Pra, të gjithë fëmijët janë të lumtur sot, sepse kanë festuar festën e Fitr Bajramit dhe kjo fest vazhdon edhe më tej me emisionin ton. Do të fillojmë me një interpretim të parë, është Ermira, e cila do të na thotë një vjersh festive. Ne nuk e dim se si e ka përgatitur këtë vjersh, ajo do të na tregoj dhe do të na e lexoj. Ermira, selam aleikum. Aleikum salam. Mbaj mikrofonin më afër. Si je sot? A je mirë? Mirë, alhamdulillah. E lumtur shumë? Po. Edhe këtë lumturi do ta shfaqësh edhe tek fëmijët për t'u thënë një vjersh. Po. Si quhet vjersha jote? Festa e Bajramit. Atëherë ta dëgjojmë së bashku. Festa e Bajramit. Festë madhe ka sot çdo musliman. Plot një muaj me adhurime. E tash të gjithë së bashku e falin Bajramin me gëzime. Falin Bajramin pas punëve të shenjtë që Xhibrili filloi t'ia zbrat shpalljen Muhamedit për profet. Zbriti fjalën e krijuesit të gjithësisë, që leximi sureve të tij, nga robërit e tij, ia zbut zemrën plakut e çdo të rijot. Por si rezja e diellit, kur u bje pyjeve në mëngjes, ashtu shndrisën fytyrat e fëmijëve për të bukurën festë. Fëmijët të veshur me rroba ngjyra, por si lulet pas shiut në diell. Në ditën e Bajramit atyre u qishin fytyrat. Pas faljes së Bajramit, selam njëri tjetrit i japin. Bajrame njëri tjetri kudo që takon, vëllau me vëllau bëjnë. Të gjithë njerëzit në këtë planet që falin namazin dhe agjërojnë, janë vëllëzër në mes vete me selam duhet përshëndet. Të lumt Ermira, a e ke shkruar vetë poezinë apo të ka ndihmu babi? Po, e kam nxjerr për vetet. Të lumt. Mirë, pa kaloj mikrofonin tash këtu tek kush do të na thotë një sure? Kanita, do të na thuash një sure? Mirë. E marr mikrofonin, Sumia, mund të na ndihmosh? Po. Kanita, urime Bajramin. Urime edhe mu. Apo? Shumë mirë. A do t'ja urosh gjithë fëmijëve festën e Bajramit? Po. Hajde ta dëgjojmë urime Bajramin të gjithëve. Urime Bajramit. Të lumt, afroje mikrofonin, edhe do të na thuash surën të Kathur, apo? Po. Fillojmë. Eudhu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Të lumt, Kanita, kur e ke mësuar këtë sure? Dje, par dje apo më herët? Kam mësuar këtë sure Afro mikrofonin. Moti. Po. Të lumt. E të dashur miq, këto ditë ka përfunduar edhe mësimi dhe fëmijët besoj të gjithë me pesa keni kaluar, po? Po. Edhe dikush në klasën ka mbaruar klasën e parë, dikush të dytën e kështu me radhë. Kemi këtu edhe Rejanën. Rejana, e japi mikrofonin. Si je? Mirë. Cilën klasë ke përfunduar? Të parën. Të parën. Rejana, në shkollë keni mësuar shumë gjëra të reja, po? Po. Por ti sot çka do të na veçosh? Alfabetin. Alfabetin, e ke mësuar krejt? Po. A i din krejt shkruajnat me i shkru? Po. Po numrat? Po. Mirë, ta dëgjojmë alfabetin? A, B, C, Q, D, Dh, E, F, G, Gj, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, Sh, T, Th, U, V, Z, Gj, Y, Z, Zh. Të lumt, Rejana, e ke mësuar tash në shkollë, a e ke mësuar edhe më herët alfabetin? Më herët. Kush të ka mësuar më herët?
Para mësusës? Mami. Po. Shumë bukur. A do më uru festën kretë fëmijëve? Po. Kretë botës apo veç Kosovës? Kretë botës. Të lumë, Trajana. Dhe të kalojmë tani tek një fëmijë tjetër, e marrë mikrofonin. Faleminderit shumë. Kush do të na thot një sure? E kemi Besarën, duket e gatshme është për me thënë një sure. Besara, merre mikrofonin. Cilën sure kemi thënë? Duha. Po para se me thonë surën, urime Bajramin. Urime Bajramin të gjithëve besimtar musliman. Edhe Besara na vjen nga Rahoveci. Nga Rahoveci. Sot kemi fëmijë nga vendet të ndryshme të Kosovës. Njëra prej tyre është edhe Besara nga Rahoveci. Mirë Besara, e dëgjojmë surën tënde? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadduha wal-layli idha saja. ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Të Besara, të lumt. Besara, kur e ke mësu këtë sure? Kur i kom pas 5 vjetë. 5 vjetë. E ke mësu në xhami apo? Në xhami edhe mami më ka mësu. Shumë mirë. Apo shkon më në xhami? Po, ala po shkoj. Shumë bukur. Mirë, Besara, afër teje e kena Omerin. Ja japi mikrofonit. Omer, selam aleikum. Aleikum selam. Si je? Mirë. E gëzu sot për Bajram? Po. Ke marrë dhurata sot? Apo hala jo? Jo. Mirë. Omer, ty të kemi dveçant sepse shkruan poezi, apo? Po. Mundesh me na tregu disa prej poezive që ke shkruar? Dita shkollës apo erdhi, dhe gëzim neve na sjellë, recitime, këndime, e në fund edhe vallëzime. Mësimi i shkollës tash mbaroi, për diturinë neve na shtoi, ne nuk do të harrojmë, edhe do të kujtojmë, se ti na mësove shumë gjëra e na mësove të tëra. Të lumt, ke edhe poezi tjera, po? Po. Edhe së fundmi ke bërë një libër, e ke shkruar vet. Po. Me shumë poezi. Pse po të pëlqen me shkruaj poezi? Po, kam qef. Ke qef. A shkruan dikush në shtëpi poezi? Jo. Vetëm ti? Kush t'ka mësuar me shkruaj poezi? Vetja kom njës, edhe tregime. Edhe për çka të pëlqen më shumë me shkruaj? Për shkollë, për natyrë? Atë ndryshme? Për kafshë dhe për fëmijë. Për kafshë dhe për fëmijë. Ki kafshë të preferuar te? Po. Cilën? Gjirafën. Gjirafët pëlqen, pse? Është e gjatë. Sepse ka qafën e gjatë? Po. A ke shkruar vjersh për gjirafën? Apo do të shkruash? Do të shkruash, kesme. Mirë, shumë mirë, Omer, të dëshirojmë suksese. Nuk na tregove libri që ja helon emrin? Lepuri dhe puni. Lepuri dhe? Puni. Dhe poni. E ke shkruar vjersh për këta? Ja, tregim. Tregim, shumë bukur, të lumt Omer. Shpresojmë që kur të rritesh na shkruash ndonjë roman më të madh, që ta lexojmë të gjithë. Apo? Po. Të lumt. Atëherë tani do të kalojmë japim mikrofonin Unesit. Unes, merr mikrofonin, është aty. Dhe më duket se ke për t'i treguar diçka Anisit, apo? E ke shok të ngushtë? A e ke të gjithë shok këtu? Po, por Anisi do t'i tregosh diçka, por ne të gjithë do të dëgjojmë. Në rregull? Në rregull, mund t'ja fillosh? Selam aleikum Anes. Aleikum selam Unes. Si ke kalu në këtë muaj të Ramazanit? Shumë mirë, alhamdulillah. Po du me të tregu një tregim. Çfarë tregimi? Dashuria e pejgamberit ndaj fëmijëve. U kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe u kon të fal, edhe kanë ardhur Hussein edhe Hasanin, edhe ata lushen
kanë hypë kështu me shpinë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u çu prej sejdës derisa e kanë kry ata lojën. Po edhe unë e di një tregim, një ditë pejgamberi ka taku Umerin edhe nuk e ka pa duke lozur me zogun e tij Nugerin dhe e ka pyet, ku e ki zogun Umer? Ai i ka thonë më ka humbur dhe ka dalë së bashku që ta kërkojnë. Po edhe në di edhe një, u kun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pa një qik, e ka marrë edhe ka shëtit në për Medinë. Sa tregimet bukura, pra sa i dashur Muhamedi a.s. me të gjithë fëmijët, apo jo? E theni sa i mirë Muhamedi a.s. ka qenë me fëmijët? Andaj të gjithë duhet të sillemi bukur. Ju keni ardhur nga? Mitrovica. Nga Mitrovica. Tani unë kam këtu 2 medalje. Apo më tregoni cilit prej jush janë këto medalje? Të mijat. Tuat. A mundesh me na tregu pse i ke marrë këto medalje, ku i ke marrë? Unë kam qenë nga Gara. Po. E kam zonë vendin e parë edhe dytë, edhe i kam fitu këto medalje. Në gara të notit? Po, notit. Tash po përgatitemi edhe ma shumë, po stërvitemi ka 2 orë, edhe 2 enditje, se kena gara rajonale në Shkup, që do të që do të garojnë edhe Serbia, Maqedonia, Malizi e tjerë. Pra shtetet për rreth Kosovës. Po. Dhe po bëhesh gati me fitu? Po. A do të fitosh? Nuk e di janë të. Inshallah. Inshallah. E pse të pëlqen noti? Pëlqen sepse është sport i shëndetshëm shumë. Të lumtur Unes, ne dëshirojmë sukses edhe shpresojmë që të fitosh dhe të na informosh edhe neve që e ke fitu vendin e parë. Faleminderit. Dhe kemi këtu Anikën e cila po na bën atmosferë. Anika, çka do të na thuash sot? Mbaje mikrofonin. Apo nuk do të thuash asgjë? Mirë. Kalojmë tek një fëmijë tjetër. Kush do të na thotë diçka sot? Diçka tjetër? E kemi një bukuroshe e cila ka veshur një fustan me ngjyrë të kaltër. Ja japim mikrofonin. Edhe ajo quhet Tueda. Tueda, qa do mi ju tregu shikuesve sot? Një tregim. Një tregim. Prap ke përgatit një tregim? Shumë bukur. A e dëgjojmë tregimin e Tuedës të gjithë? Fillo Tueda? Një ditë prej ditëve ka qenë Enesi radhiyallahu anhu me Omerin, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë me kry një punë, edhe ai duke ecur ai ka takuar dashuk, edhe pastaj tha vetë me vete, hajtë ma mirë luj pak, ma vonë shkoj me kry punën. Edhe pastaj, duke lujt, e ka harru krejt punën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ka shku te pejgamberi i ka thonë, o Enes, a shkove atje? Enesi i tha, jo që për shkoj. Edhe kur u kthy mbrëmje te nëna i tha, o Enes, ku ke qenë? Enesi i ka thonë, kum shku te pejgamberi m'ja bun një detyrë. Nëna i ka thonë, që është e detyra? Enesi i ka thonë, ojnë, nuk mundem të tregoj se është sekret. Pra, ka rujt sekretin e Enesi, apo? Të lumë Tueda. Apo na tregon, kush ta ka mësu këtë tregim? Babi. E përshëndesim babin? Edhe? Ja urojmë Bajramin. Dhe urim me Bajramin? Urim me Bajramin. Të lumë Tueda. Babit edhe krejt familjes, apo? Po fustanin kush ta ka ble?
Babi edhe nani. Babi edhe nani bashkë kanë dalë dhe kanë zgjedhur për të Edën që duket sot si princesh. Shumë bukur. Juba po si Elsa. Si Elsa, thot Anika. Mirë, vazhdojmë tutje dhe ja japim mikrofonin, ja japim Vjosës, apo Vesa në fakt. Vesa, si je? Mirë. Dhe derisa Vesa do ta recitoj një vjersh, ne do ta kemi një mysafir special në studio, që është surprizë për të gjithë fëmijët. E ftoj mysafirin dal nga dal që të afrohet të studio dhe sapo Vesa ta përfundoj vjershën, do të hyjë në studio si befasi për të gjithë juve. Vesa, urime Bajramin? Faleminderit. Unë sot do të them një vjersh Allahu. Allahu është krijuesi i tokës dhe i qiellit. Allahu është Zoti i hënës dhe i diellit. Ai na jep për të ngrënë dhe për të pirë. I lavdëruar është Allahu Zoti ynë i dëlirë. Kur bie të fle, ju e ti shikoj, sa i bukur është qielli Allahu që e krijoi. Kur gjuam në mëngjes dhe rreth vetes shikoj, për çdo begati që kam, Allahun falenderoj. Të lumt Vesa. Kush ta ka mësuar këtë vjersh? E kam mësuar në kurs. Në kurs. Të lumt. Dhe e ftoj mysafirin që të vi tash edhe pak në studio, që të na bëj befasin. A e dini kush është mysafiri, apo më duket po e shihni? Por shikuesit nuk e din dhe presim që të jetë befasia e radhës e këtij emisioni. Dhe me ne është... Kush është me ne tani? Hoxh? Selam aleikum. Aleikum selam. Po në ku të ulem? A do më bëni një vend? Që ja bëjmë një vend Hoxhës? Po ulesh Hoxh tek princesha jote? Po ulem këto të tueta. Tek tueta. Hoxh, selam aleikum. Aleikum selam. Për hajr Bajramin. Urime edhe juve dhe gjithë këtyre fëmijëve të dashur edhe atyre që na shikojnë. A dëshironi të theni një zëri Hoxhës urime Bajramin? Po. Atëherë? Urime Bajramin. Faleminderit, urime edhe juve. Hoxh, shumë prej këtyre fëmijëve kanë qenë në emisionin tënd. Kush ka qenë në emision? Kush nuk ka qenë? Kush nuk ka qenë? Ashe gjithë keni Se qenë. të gjithë kanë qenë në emision. Ose na kanë telefonu. Mirë Dhe shumë. Për së mrekulli në këtë ditë festive, këta fëmijë ka të bukur, të veshur mirë, të gëzuar. Si po kaloni? Mirë. Mashallah. Me Ramazan? Mirë? Jeni kënaq? Mashallah. Ne kemi një sfidë për fëmijët, prandaj duam që edhe Hoxha të na ndihmoj. Do të ndihmosh Hoxh në përgjigje fëmijëve apo në pyetje? Ta shohim si E kemi këtu një përgatit. të cilën e kemi mbushur me pyetje të ndryshme, edhe të shohim se kush nga fëmijët dëshiron të sfidohet, do ta zgjedh njërin prej pyetjeve apo prej letrave dhe të shohim se çfarë ka aty për të përgjigjur. Mi atë shpërndajnë. Hoxha do ta konfirmoj apo jep një përgjigjen e saktë apo jo. Kush do me marr pjesë në përzgjedhjen? Hajde po fillojmë me Sumejen, po Sumeja, përzgjedhë një letër. Mikrofonin, ja japim Japim mikrofonin Sumejes. Ordhën Sumeja. Lexoje çfarë ka në letër. Sa vitej kishte kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë mendoj që përgjigja e saktë është që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdekur i ka pasur 63 vjet. Atëherë Hoxh, është përgjigja e saktë? Përgjigja është e saktë, të lumt, Sumeja. Të lumt Sumeja. Kush do të marrë pjesë Mirë, po e tjetër? mbajone këta. Ja kemi edhe Urtinën këtu. Urtina? Ja jep edhe mikrofonin. Mikrofonin. Çka shkruan? Cilët janë 4 halifet e drejt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu, Aliu, Othmani, Ebu Bekri I pari, Ebu Bekri. Omeri radiallahu anhu, Aliu edhe Othmani. Othmani Mirë, a i dhe themi Ali. edhe njerë me radhë. Pa. Ebu Bekri, Omeri, Othmani edhe Aliu. Përgjigja është e saktë, E të tani lumt është Urtina. plotësisht e saktë. Gjithsesi. Kush tjetër dëshiron të tërheq? Që kemi këtu? Mashallah, shumë të Një djalë interesuar. Tjetër. Ja japim mikrofonin. Si e ke emrin? Anik. Anik, prej nga vjen?
Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. E ke bo një hatë me mduket në Ramazan, apo? Po. Edhe ke përmbyll në emisionin e hoxhës, apo? Po. Mirë. Atëherë të shohim se çfarë ka në letrën tënde. Çfarë kuptimi ka fjala islam? Unë mendoj se Mbaj mikrofonin afër. Unë mendoj se fjala islam ka kuptimin e paqes. A ka kuptim tjetër? Nuk e di. Po një prej kuptimeve kryesore është kuptimi i paqes dhe kuptimi i nënshtrimit të plot ndaj Zotit. Të lumt. Edhe ti po da. Merë një letër. Se këta buja këta janë shok, pakete, ke pa dhe kur më kanë telefonuar në emision, merren gjithë zbashku. Anisi, Aniko, Erkami, a bën edhe shoku? Tash ti the a bën edhe shoku me marrë një letër, a? Mirë. Çfarë thot letra? Madhështor në Kur'an. Mirë, cili është ajeti më madhështor në Kur'an? Baj letrën. Ajetul Kursi. Ajetul Kursi. Ta dëgjojmë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumë tërkam, hoqë zakonisht ajetul kursin kush e thot me za, gabon nga pak. Nga pak, po plus emocionet festive këtu. Kjo ndodhë sepse jemi mësuar të themi me zë të ullet pas namazit, prandaj edhe në ndodhë të gjithve kështu nga pak të gabojnë, por e ke thënë shumë mirë. Apo jo hoqë? Sigurisht. Mirë, kalëm tek një fëmijë tjetër, po me që e kemi afër Aldinin, po vazhdojmë me Aldinin. Po Aldin, merë një letër. Mos e merë matletën, Aldin. Mos e merë matletën. Urime Bajramin, Aldin. Urime dhe juve. Edhe të gjithë fëmijëve, apo jo? Edhe të gjithë fëmijëve që gjenden, muslimanëve që gjenden. Ku do që gjenden, po? Dhe pyetja jote çka thot letra jote? Pyetja ime thot, thuaje kuptimin e shahadetit në gjuhën shqipe. Atëherë, apo e thua edhe në gjuhën arabe pastaj në gjuhën shqipe? Okej. Mirë. Në gjuhën arabe është Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Në gjuhën shqipe? Në gjuhën shqipe është dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Hoqë, e ka thënë sakt. E sakt, e ka thënë shumë mirë edhe në gjuhën arabe edhe në gjuhën shqipe. Të lumt Aldin. Do të kalojmë tani tek ta djem këtu edhe kemi Omerin i cili po pret edhe ai ta sfidoj veten. Merre mikrofonin, urime Bajramin. Urime të gjithë muslimanëve që janë në Kosovë. A je gëzu për Bajram? Po, alhamdulillah. E gëzu më shumë ti për krejt fëmijëve? Po. Apo si të gjithë fëmijët? Si të gjithë fëmijët. Do të marrësh një letër? Mirë. Të shohim çfarë thot sfida për Omerin. Çka thot letra? E dimë që Bajrami Afroj pak mikrofonin edhe... Ka mbajur mikrofonin? Ata lexojnë? Çdo vit vjen dhe ditë më herët a ka mundësi Bajrami me rastez në Ramazan. Ua, çfarë pyetje? Pse jo? Se Bajrami nuk vjen para Ramazanit. Hoxha ka mundësi me kanë Bajramin Ramazan në herë? E si mundet me qenë Bajramin Ramazan, kur Ramazani është në Ramazan, Bajrami është mas Ramazanit. E sakt. Kështu është, një pyetje interesante e pate. Mirë, vazhdojmë tek fëmija tjetër, Uvesi. Ju po ngatroj emrat, merre një letër, përzi pak. Apo e ke marrë vetëm atë? Mirë. Njërë, jo dy. Të shohim çka thot letra e Uvesit. Plotëso hadithin nëse nuk turpërohesh, atëherë bën çka të duash.
Është ky hadithi hoxh? Po, hadithi është i saktë, i vërtet. Do më thonë një pjesë ishte aty dhe ti e plotësove, apo? Apo na tregon hoxh çfarë kuptimi ka ky hadith? Ky hadith tregon që njerëzit duhet që të jenë të kujdesshëm dhe të mos bëjnë gjëra të ndaluara. Vetëm ata që nuk ju vjen turp, ata bëjnë çfarë të duan. Apo jo? Mirë, Uves, a do të urosh Bajramin të gjithë fëmijëve? Po, ja uroj Bajramin të gjithë fëmijëve në botë. Të lumt, Uves. Ne do të kthehemi përsëri tek Ena, nëse don edhe dikush me u sfidu, por kemi këtu një vajzë që quhet Anisa. Ja japi mikrofonin. Anisa, selam aleikum. Aleikum selam. Si je? Mirë, alhamdulillah. E gëzu për Bajram? Po, shumë. Shumë. Po duke shumë bukur, sot kush u kujdes për ty? Nana. Nëna, se zakonisht nënat kujdesen më shumë për fëmijët. Atëherë, ti më duket që shkruan edhe ti poezi, apo? Po. Ke shkruar shumë deri tash? Po. Disa prej tyre a do të na i përmendesh? Vetëm titujt? Po, Ramazane, shkolla, Sina e Dimret, natyra, Fitër Bajrame, e tjera. Apo na tregon si i shkruan poezit? Si t'jen inspirime? Po, kur jam lirë, adhe nuk di çka me bo, për njerë më vjen ideja me bo një vjesh, edhe ullna e marrë një letër edhe menoj. Edhe fillon me shkru. Edhe filloj me shkru. E poezit e ki të ndame, i shkruan mas parin fletore, në kompjuter, apo si e bën? Ndonjëherë i shkruaj një letër i qes në fletore, ndonjëherë i shkruaj në kompjuter, i ruaj në faqe. E cilat pëlqen më shumë? Për çka me shkru? Për natyrën, për shkollën? Më shumë pëlqen për natyrën me qitë. Omerit i pëlqeu më shumë për kafshët, apo Omer? Pa. Mirë, po shoh që këta djem po dëshirojnë që të marrin nga një letër në vazë, apo një të të japim mundësin. Apo e merr edhe ti një, Anika? Merr edhe ja jap. Çka po thot letra Anikës? Allahu a ka shok. Anika, a ka shok Allahu? Jo, nuk ka shok Allahu, të lumt Anika. Përgjigja është e saktë. Allahu ka gjithë shka. Allahu ka gjithë shka, të lumt. Kalojmë Ka i tani... lypin njerëzit. Çka i lypi njerëzit, Allahu u jep. E merr Unesi një, edhe Anisi gjithashtu. Dhe të shohim, ja japim mikrofonin Unesit. Unes, çka thot letra jote? Cila është surja e parë dhe cila e fundit në Kur'an? Surja e parë në Kur'an është surja Fatiha, kurse e funda është surja Nas. A i din ti këtë sure? Po. Të lumt. Ja japim mikrofonin Anisit. Anis, çka thot letra jote? Sa pejgamber përmenden me emra në Kur'an dhe ceki 7 prej tyre. Po. Në Kur'an përmenden 25 pejgamber dhe Përmendi 2 ose 3 prej tyre. Ibrahimi, Nuhu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, hoq, i dhan... Mendoj që përgjigja kësaj radhe është e saktë. E saktë është përgjigja. Shumë bukur, të gjithë fëmijët kanë performuar nga pak, dhe tani është koha që Sumeja dhe Anisi, Uvesi në këtë rast, do të na ndihmoj, pasi që Anisi e ka mikrofonin, zbritni poshtë dhe të na i shpërndajnë dhuratat që e kemi përgatitur për fëmijët. Keni sjellë edhe dhurata Po apo ka dhe dhurata për të gjithë fëmijët. Atëherë, derisa Sumeja me Uvesin i shpërndajnë dhuratat, do të shohim këtu, më duke që Aldini, përveç Anikut, edhe Aldini ka bo hatme. Aldin, sa hatme ke bo? Unë gjatë këtij muaji të Ramazanit kam përfunduar një hatme. Një hatme. A ke pasë vështirë me bo hatme? Ju mund t'i shpërndani dhurata, derisa ne po bashkëbisedojmë me fëmijët. Jo, nuk e kisha të vështirë edhe pse kisha edhe mësimet e shkollës, por unë e gjija kohën edhe për leximin e Kuranit edhe për mësimet e mia të shkollës. A bën edhe shoku yt me fol? Se ju shok të gjithë bashkë. Erkam? Edhe në kom kry një hatme dhe një surë Buruxhe kom mësum rafsht. Një ditë
kur jo në që në mëngjes, e kom provu, e kom ditë më rarë, se kom përsërit shumë herë qatë sure. Qështë ke mësu surën rrafsh, bile edhe hoxhën e bone kurreshtar, po do me ditë, hoxha ke mësu nëjë surën rrafsh ti? Ja, kur njëtë tem, hes, asë një. Jo, a? Qa është e puna shtë, bre? Qështë e pas ke mësu më rrafsh surën? Se kom ditë shumë mirë edhe tani e kom mësu më rrafsh. Hajt, apo e fillon pakës nga fundi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد الله من ورائهم مهيد بل الذين كفروا في تكذيب هل أتاك حديث الجنود فعال لما يريد ذو العرش المجيد Qështë i bjen barë, të lumt Erkam. A ka përfunduar dikush tjetër hatë me këtu? Kush ka përfundu tjetër? Mashallah, pas kam përfundu edhe Anisa, Besara, Anisi, edhe Sumeja. Edhe tashmë, po e shoh që të gjithë fëmijët i kanë dhurata. Hajde, Uvez, follu qëtu. Ka dalë. E për hoxhën, a keni pru dhurata? A keni harru? Sot hoxha ka qenë dhurat për fëmijët. Surpriz. Atëherë me të edhen bashkë. Edhe Erkami nuk e ka marrë dhuratën, kemi një dhuratë. Edhe Aniku po, edhe Erkami t'ja sillim një dhuratë. Kemi dhuratë që të Erkami. Kemi mjaft dhurata? Po, sa dushim. Ka për të gjithë fëmijët. Ja dhurata edhe për Erkamin. Erkami ishe duke folur, prandaj s'ka dash me të pengu Uvesi. Dhe kështu kemi arrit në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve. A jeni kënaqur në emision? Po! Dhe të gjithë një zëri, gjithashtu normalisht edhe hoxhën e përshëndesim. Hoxh, faleminderit shumë që ke pas zemrën e madhe, ke pranuar gjithë fëmijët në emision të vinë edhe të lexojnë Kur'an. Kënaqësia ishte imja bojar, takua me këta fëmijë të bukur, të dashur. Këtë ditë ka që të mirë. Po premton fëmijëve që do të kesh edhe surprizat e tjera për ta? Shpresojmë të ardhmen, inshallah. Inshallah. Dhe para se ti përshëndes unë shikuesit, u themi të gjithë së bashku urime Bajramin? Po. Atëherë? Urime Bajramin! Ju lumt. Dhe miq të dashur, ky është emisioni festiv i fëmijëve kushtuar festës së madhe të Fitër Bajramit. Ju vazhdoni të shndroni edhe më tej me programet e PIS TV-s që do të vinë në vazhdim me rastin e kësaj feste. Urojmë të takohemi edhe emisioneve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje. I përshëndesim të gjithë fëmijët.